Mirëmëngjesi, Ministri Klan Kosovës. Sot në studio e kemi drejtorin e shoqatës profesionale për dëmet të luftës në nivel vendi, me emrin e quajtur ngritja e zërit, o zotëri Jair Beta, dhe do të flasim për kërkesat e kësaj shoqate që ka për krah kuvendit, ku nga ky po kërkojnë që t'i bëjmë presion Serbisë që të kompenzohen dëmet e luftës do të vitit 1998 dhe 1999. Për të folur më shumë rreth dëmeve të cilat janë shkaktuar në këtë periudhë, për dëmet materiale gjithsesi po flasim, sot në studio kemi zotin Jair Beta. Drejtor, mirë se erdhën në Klan Kosova. Mirë se gjeta, mirëmëngjesi për juve dhe gjithë shoqëruesit dhe ndëgjuesit të Klan Kosovës dhe faleminderit për ftesën. Tregona, keni mundësi më na tregu se çka po kërkoni realisht nga kuvendi? Ju do ta dërgoni një kërkesë në kuvend ku këta të fundit t'ua dërgojnë gjatë bisedimeve me Serbinë dhe të kërkojnë nga Serbia që të kompenzohen dëmet materiale të cilat janë shkaktuar. Nëse më lejohet fillimisht shumë shkurt do të flas pak për subjektin human dhe të shejt në ngritja e zërit. Edhe pastaj do dalim edhe në temë rrethsisht në pyetjen e parashtruar. Shoqata profesionale për dëmet e luftës, quajtur ngritja e zërit, dhe jo rastësisht ngritja e zërit, ky është zëri sinonim i zërit viktimave, ju lutemi, jo rastësisht e ka në ashtu, është regjistruar në institucionet e Republikës Kosovës me 30 tetor 2008. Fiks që dhe ditë vepron në nivel vendi, punon tërësisht falas dhe punon punë profesionale, veprimtarisë juridike kushtuar viktimave. Edhe nga viti 90 e kënej, po posaçërisht nga viti 98 edhe 99 gjatë luftës në Kosovë. Dhe për këto 10 vite sa keni grumbulluar ankesa ose kërkesa cilat kanë ardhur nga gjithë nga mbar Kosova për dëmet cilat janë shkaktuar? Nga mbar Kosova mjerisht dhe me keqardhje kena vetëm 1020 landë. Ku janë dërguar ato, deri ku kanë shkuar? Ato kanë shkuar deri në gjykatën kushtetuese, janë dorëzuar për gjykata themelore varësisht nga kompetenca territoriale, pala cilës komuni përket, pastaj me ankesë përndryshe ato a priori janë hudhë që të gjitha duke thirrë në jo kompetencë, që në realitet nuk ka pas angazhime përpjekje përndryshe, ka kompetencë me vendosë gjykata tona, pasi që territorialisht për gjykimin e çështjeve juridike janë kompetente gjykata territoriale ku ka ndodhur krimi. Na me ankesa shkojnë në gjykatën e apelit, gjykata e apelit i refuzon ankesat të gjitha, i rikthen, edhe na kërkojnë pastaj kërkesë revizion gjykatës supreme, edhe ajo vepron. Po ashtu, njëjtën valle, sikurse gjykatat paraprake kanë vlerësuar drejtëlishmërinë. Dhe këto 2020 zoti Jair, sa deri ku kanë shkuar? Janë rikthyer nga fillimi apo janë ende në gjykata? Jo, këto janë gjykata, po prej tyre veç 60 dosje janë përmbyllura nga gjykata kushtetuese, pasi që gjykatës kushtetuese pas atë vendimit gjykatës supreme i drejtohemi me kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë, edhe duke shumë mirë i cekë dhe apostrofuar nenet të kushtetutës të cilat janë shkel me rastin e vendosjes. A kanë filluar ndonjë kompenzim të dëmeve? Po jo, më ato refuzohen, po ato nuk shërtojnë lënë fare, që të është probleme. Jo, fakt që janë përmbyllur edhe për atë. Jo, dosja u përmbyll, unë përmbyll se ti, edhe fakt është që gjyqësori nuk ka të drejtë asgjësoj asnjëherë, edhe nëse jo, edhe nga kjo qeverisja Haradinaj nuk ka vullnet politik, do të ketë vullnet politik nga ona e qeverive që janë në pritje, por të lash edhe handikepi o këtu, se gjeneratat e vjetra shkojnë, po vdesin, trit nuk parashtrojnë dosje, nuk parashtrojnë prova, edhe kështu mbeten krimet mbeten pa undeshkuar. Zotëri Beta, në cilat pjesë më shumë të Kosovës janë konsideruar që janë bërë dëme më të mëdha materiale? Po ku nuk janë bërë, në tërë Kosovën, fjalla po bje, po ma shumë e ki Drenicën, e ki Pasajren, ki Reçakun, ki Qyshkun, ki Krushat. Ku zakonisht ka pasur edhe masakra? Se ku ka pas ma shumë masakra. Edhe kështu... Po ka ona e Gollakut të këmandeje për Po edhe nga ona e Gollakut, po ma pak, kërët në varët ka jenë përqendru forcat e armatës Jugoslave edhe policisë, e cila është heqë nga general të shtrisë. Da i vlen ceket këtë një qashti, se shpeshere edhe nga unë e ekspertve tonë, sikur kontestohet e drejta e ngritis padive individuale, kontestohet, vend se të hapën shtigje, edhe madi jenë skeptik se Serbia ka përgjegjësinë kolektive. Po Serbia ka përgjegjësinë kolektive, të lutna, ja për faktin se general
të ushtrisë dhe policisë sërbe i ndenun Hagë, madje, edhe në shkallën e dytë Hagës. I kam pranu fajnë, kam pranu që kam marrë pjesë në krim, kanë qenë cilësin ordhënësit, edhe ka vërtetu dhe shkalla dytë. E pastaj, unë e provë shumë me mirë, ekspert të shquar ndërkombëtar, zotri Vardarit, i cili e kam mbrojtë Serbin Hagë, që ka tha Serbis, me keqardhje e lajmëroj shtetin të cilën e përfaqësoj se e ka përgjegjësinë politike. Sikur thotë i tërë ky nom të zhbon nga cili do komunitet, thotë këshëm bo diçka, po e ka bo ushtria edhe policia e dekret bota, Serbia ka përgjegjësinë kolektive. Për ata na kërkojnë përgjegjësi edhe kompenzim nga qeveria e Serbisë. Po, normal. Dhe sa janë domet në shifra, në të holla, sa kanë arritur domet që janë bërë? Nësë mundëm si këna mledhë gjitha domet. Jo krejtë, por që ato që ka rumbullak su, është në kryt institutit, është profesor doktor Mustafa, a e thot që 22 miliard, për e cifër shumë e vogël, ato nuk jenë shumë domet, nuk jenë shumë domet e qytetarëve, për ndryshe, ato do t'jenë miliardsha, do kalojnë edhe 100 miliardsha. Po, nëse këtë që konsideruar dhe logaritët edhe ma shumë normal, po ato nuk jenë mbledha dhe pikresht nuk ka pas vullnet politik edhe për kraj logistikës, për njëshë, na ju në jemi drejtu. Gjitha institucioneve të Republikës Kosovës, nga ish kryeministra deri te kryeministri tanë, edhe nga president, edhe nga ministri të drejtësisë, edhe asë njëni nuk është përgjigj, nuk na përgjigj fare, na ofret, na jap këshilla, sugjerime. Zotër Beta, shkurt sepse jemi në fund të intervistës, ju po kërkoni nga kuvendi çka, që ta fusin këto në diskutime me dialog me Serbinë apo çka? Po sfundit, po, kjo ke kërkesë edhe sfundi me 11 vetit kur i dërzum dosjet e radhës në gjykatën kushtetuese, keni prononcim ashtu, pasi që tash është përmovu agjenda drejtësia 2020 dhe kreu i drejtësisë kosovare, ministri, kryesuesi i Këshillit, kryesuesi i prokurorisë të shtetit, u zotuan se tani do t'je përfundoj tranzicioni, tani çdo gjë do të funksionon shteti ligjor, tani tërësisht do të jenë gjyqtarë të pavarur, tani tërësisht do të realizohen të drejtat e gjithë qytetarëve, po që s'u kanë cënu. Dani na pikërisht këtu u therëm, pasi që e drejta e qytetarit është cënu që 10 vite, kërkum nga kreu i drejtësisë, kërkum përmes medjave, sot do t'ja dërzoj zyrtarisht zotit Abelar Tahiri, që të kërkojnë nga kuvendi Kosovës që në rezolutën e cila ende nuk po mund të kalon për shkak debateve, baticave, zbaticave, dhe mos shprejna kështu se sinqerisht nga nere o shumë kesh me thonë për një pjesë deputetëve të kuvendit të shëndru në cirk. Vetëm pse propozoj opozita s'dëmë të në pozita, pse propozoj opozita jo opozita, që ata të fusin në atë rezolut edhe që eshtin në New York, në bisedimet në Bruxelles, që eshtin e shblokimit gjyqësorit vendor, qoftë për mes ndërtimit raporteve, ndërshtetror juridike, apo edhe arritjes e një marveshje, edhe mbartjes e jurisdikcionit këtu në gjykatat vendore. Për njëshe, këtë gjykatat janë vendore, këtu ka ndodhur krimi, edhe nuk ka edhe sens as logjik, jo juridik, që viktima të zohet në gjykatat të Beogradit, të kërkoj drejtësi, të kërkoj pra nga shteti që ka kryer krimin. Ato janë tërësisht akte subjektive edhe janë jo efektive juridikisht. Faleminderit shumë zoti Beta që ishi sot në Klan Kosova dhe uroj të keni suksese në kërkesat e juaja. Ju falenderit edhe juve që është që më dha rasti. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ju uroj një vikend të mbarë mirë si Klan Kosovës, ne do të shihemi të hënën dhe mirëmbëjtje.